siç është tashmë ne kemi qenë mbështetës, sepse jo vetëm në panajire dhe në aktivitete të ndryshme që kemi mbështetur, por shumë shkrimtar, autor të ndryshëm, vazhdueshëm ne kemi mbështetur dhe pothuajse asnjëri nga ata nuk është kthyer dhe kjo edhe fol që dash bashkëpunimit që kemi pasur me klubin letrat Derrata. Kryetar, përshëndetje. Përshëndetje Gzon. Fillimisht faleminderit që pranove edhe kësaj radhe emisionit 05. Ja lutem, me sugjerime. Kryetar, Grazie. faleminderit. U mbajt edicioni 8 panajri i librit na Ferizaj. Na trego sa është i rëndësishëm ky panajër për qytetin tonë. Tashmë si që thatë, jo është edicioni 8 dhe është treguesi qartë se vendimi për të filluar në Ferizaj me edicionin e parë ka qenë më së i qelluar dhe jam shumë i lumtur që ky vendim ka qenë i duhur dhe tashmë veç po e bëjmë ritualin për ta bërë gjithnjë më mirë, gjithnjë më madhështor dhe gjithnjë e më shumë lexuesve dhe adhuruesve të librit të në Ferizaj dhe për te i Ferizaj, prandaj unë duhet falenderoj edhe klubin Derradat, me të cilët jemi bashkë organizatorë dhe që siç po shihni edhe ju, ky panajër si vjet është edhe i organizuar më mirë dhe unë po besoj që edhe vitet në vijim do të jenë më të organizuar, po mbi gjithë ajo që ka qenë dhe mbetet fokusi jonë është vërtet gjithmonë me punët që bëjmë, me angazhimet që bëjmë, të shtojmë numrin e lexuesve, jo vetëm përmes panajërave, por edhe përmes aktiviteteve tjera, promovimeve të librave, aktiviteteve në bibliotekat publike dhe vazhdueshëm, siç është tashmë ne kemi qenë mbështetës, sepse jo vetëm në panajire dhe në aktivitete të ndryshme që kemi mbështetur, por shumë shkrimtar, autor të ndryshëm, vazhdueshëm ne kemi mbështetur dhe pothuajse asnjëri nga ata nuk është kthyer dhe kjo edhe fol që dash bashkëpunimit që kemi pasur me klubin letrat Derrata. Ashtu, kryetare, unë dishta ndalem ndoshta tek pjesëmarrja e qytetarëve. Realisht fatkeqësisht nuk është që ka numër i madh i tyre. Ke një mesazh për rinin ton, qytetit ton? Unë po besoj se ka ndikuar edhe koha, pak është një vap. Ne gjithmonë kemi menduar që ndoshta të ndryshojmë kohën kur mbahet panajiri i librit, por arsyeja pse ne gjithmonë kemi vendosur në këtë kohë që është një lloj sfide në vete vapa, ka qenë se ne kemi dashur të kemi edhe një dedikim për te lexuesve, të bëjmë edhe një ofertë edhe për marrëgimtarët tanë, për diasporën dhe kjo është edhe arsyeja që ndoshta duhet të durojmë pak vapën, por vërtet të jetë gjithëpërfshirëse dhe të jetë një lloj mikpritje, mirëpritje për marrëgimtarët tanë dhe unë edhe për me këtë rast ju dëshiroj të gjithëve mirë se ardhen dhe uroj që të kalojnë çaste sa më të mira, me miqt, me dashamirët e tyre, me familjarët e tyre dhe miratësit në gjithmonë. Sigurisht se të rit do ta ndjekin në këtë panajër dhe nga ajo që kemi nga votuesit janë blerës të librave, sigurisht se tash janë sfidat kohës, sepse në sfidat globale është epoka digjitale ajo që po dominon, por sidoqoftë nga libri nuk ka shkëputje dhe na vjen mirë që vazhdoj ngjizja e trive me leximin dhe me libra, sepse atë që bën libri nuk mund ta bëj asgjë tjetër, prandaj unë po besoj që pikërisht suksesi dhe ardhmja është përmes librit për të hapur trasenë e suksesit për të rinjt dhe të rinjt, jo vetëm të Ferizajt, po edhe të Republikës, po në përgjithësi edhe të kombit tonë. Ashtu, kryetar, faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Lutem, kënaqësi gjithmonë për ju, faleminderit shumë.